Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Krye negociatorja Marlinda Dhuka u shpreh se diaspora është një partner mbështetës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë ditës së dytë të samitit të diasporës, Dhuka theksoi se vendi ka nevojë për eksperiencën dhe për modelet e diasporës. Në panelin me në fokus diaspora shqiptare si partner mbështetës për integrimin evropian dhe zhvillimin e qëndrueshëm, krye negociatorja Marlinda Dhuka theksoi se aktualisht po punohet që shqiptarëve t'u jepen të drejtat e njëjta të qytetarit evropian. Ne po punojmë që t'i japim shqiptarëve të drejtat e qytetarit evropian. Një pjesë e juaja, ato I gëzojnë sot. Një pjesë e juaja bëjnë biznes si një kompani europiane, një pjesë e juaja punojnë në institucione publike të vendeve nga vini ose të Bashkimit Evropian, një pjesë e juaja studioni ose jeni kërkues, pedagog, bashkëpunëtor shkencor në universitete. Në këtë kuptim, ju jeni njohësit më të mirë të drejtës së qytetarit evropian dhe të standardeve evropiane. Prandaj ne kemi shumë nevojë për ju. Për së pari kemi nevojë për eksperiencën dhe përvojën tuaj, për modelet e biznesit që ju njihni. Kemi nevojë për njohuritë tuaja për teknologji, risi. Ju jeni kapitali më I çmuar I Shqipërisë në hapësirën evropiane. Dërgesat tuaja në familje kanë qenë burim, ushqim për ekonominë shqiptare ndër vite. Në fjalën e saj, zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmeti, u ndal në remitancat e emigrantëve shqiptar dhe ndikimin e tyre në ekonominë tonë. Remitancat kanë kontribuar në mbi 5.6% të GDP-së së Shqipërisë, bazuar kjo në faktin që 13% e të ardhurat e familjes shqiptare kanë për burim remitanca. Vazhdimisht kemi parë që remitancat janë burimi I dytë, inflow I dytë më I rëndësishëm në bilancin e pagesave pas investimeve të huaja direkt. Antarësimi I zonës SEPA është në fakt një integrim financiar më përpara se Shqipëria të integrohet ekonomikisht, sepse SEPA në vetvete ka lindur si një infrastrukturë integrimi. Bashkimi Evropian që në themelimin e tij, që në traktatin e Bashkimit Evropian, çfarë objektivi I vendosi vetes? Krijimin e një monede të përbashkët, e cila do të mundsonte bashkimin ekonomik dhe monetar. Dhe kështu kemi në vitin 2002 lancimin e euros. Qëllimi I këtij paneli ishte për të ofruar një drejtim të qartë strategjik, duke nxitur një qasje më të koordinuar ndërinstitucionale dhe duke orientuar diasporën drejt mekanizmave të qëndrueshëm. Zëvendës Ministri I Bujqësisë ka deklaruar se qeveria shqiptare po planifikon ndryshime në skemën e kredisë së butë për fermerët, ndërkohë që sipas tij së shpejti pritet që të ketë edhe përmirësime ligjore në drejtim të agroturizmit. Remitancat vazhdojnë të jenë një nga burimet më të rëndësishme të ardhurave për shumë ekonomi në botë, sidomos për vendet me emigracion të lartë. Në disa raste, paratë që dërgohen nga emigrantët përbëjnë një pjesë aq të madhe të ekonomisë, sa ndikojnë drejt për drejt në stabilitetin financiar të familjeve dhe në funksionimin e ekonomisë kombëtare. Një analizë e publikuar nga Visual Capitalist bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, Shqipëria dhe Kosova vijojnë të mbështeten ndjeshëm tek paratë që emigrantët dërgojnë nga jashtë. Sipas shifrave, remitancat në Shqipëri përbëjnë rreth 8.4% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa në Kosovë kjo peshë është edhe më e lartë në 17.3%. Krahasimi global tregon se megjithëse Shqipëria dhe Kosova nuk janë ndër vendet më ekstreme, niveli I tyre mbetet dukshëm mbi mesataren botërore, e cila është vetëm rreth 0.82% e prodhimit të brendshëm bruto. Në nivel global, vendet më të varura nga remitanca dominohen nga ekonomi të vogla ose me mundësi të kufizuara punësimi. Taxhikistani kryeson listën ku remitancat arrin pothuajse në gjysmën e ekonomisë kombëtare me rreth 47.9% të prodhimit të brendshëm bruto. Pas tij renditet Libani dhe Nikaragua, ndërsa vende si Nepali, Hondurasi dhe Samoa mbështeten remitanca për rreth 1/4 e prodhimit të tyre ekonomik. Në këtë ekonomi, emigracioni është shpesh alternativa kryesore për sigurimin e të ardhurave, ndërsa paratë dërguara nga jashtë mbajnë në lëvizje konsumin dhe aktivitetin ekonomik. Për Shqipërinë dhe Kosovën, remitancat mbeten një element stabilizues, sidomos në periudha pa siguri ekonomike. Ato përdoren kryesisht për shpenzime bazë familjare, duke ndikuar drejt për drejt në nivelin e konsumit të brendshëm.
Megjithatë, varësia e vazhdueshme nga këto të ardhura mbar dhe rreziqe pasi ekonomitë bëhen më të ndjeshme ndaj zhvillimeve në vendet ku jetojnë emigrantët, si ndryshime në tregjet e punës apo politikat e migracionit. Ndryshe nga vendet e vogla, ekonomitë e mëdha marrin shumë më të mëdha remitancash në vlerë absolute, por varen më pak prej tyre kur maten si përqindje e ekonomisë. Dërsa në panelin për standardizimin dhe certifikimin e gjuhës shqipe në diasporë, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi rëndësinë për krimin e Agjencisë Kombëtare për Gjuhën Shqipe. Gjatë panelit dedikuar gjuhës shqipe, standardizimit dhe certifikimit i gjuhës shqipe në diasporë, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi rëndësinë e politikave të qëndrueshme dhe afatgjata për ruajtjen e gjuhës shqipe në diasporë, si dhe standardizimin e certifikimin e saj. Ndër të tjera, ministria theksoi nevojën për krijimin e një agjencie kombëtare për gjuhën shqipe. Brezi i parë e ruan gjuhën spontanisht. Brezi i dytë ka nevojë për mbështetje. E brezi i tretë rrezikon ta humbas gjuhën nëse nuk ndërtojmë politika dhe instrumentet qartë. Kjo është arsyeja pse diaspora duhet parë në këtë aspekt jo vetëm si një realitet kulturor, por si një realitet arsimor që kërkon politikat posaçme, sistematike dhe afatgjata. Kemi nevojë për një agjenci kombëtare për gjuhën shqipe. Kjo nuk është një çështje terminologjie, është një ndryshim thelbësor në qasjen pedagogjike. Kumbaro gjatë fjalës së saj shpjegoi gjithashtu edhe vizionin mbi të cilin do të hedhë themelet kjo agjenci, duke nënvizuar se kjo sfidë lidhet drejt për drejt edhe me vizionin ton për Shqipërinë 2030. Standardizimi në këtë fazë nënkupton ndërtimin paralel të dy shtullave, ruajtjen dhe zhvillimin e kurikulës gjuhës shqipe si gjuhë e trashëgimisë dhe njëkohësisht krijimin e një kurikule të re për gjuhën shqipe si gjuhë e dytë apo gjuhë e huaj, e përshtatur kjo me realitetin e diasporës. Ndër të tjera, Ministria Kumbaro vlerësoi veçanërisht përpjekjet dhe organizimet e mësuesve të komuniteteve të diasporës për një qasje të unifikuar të gjuhës shqipe. Vetëpunësimi është një nga rrugët kryesore të reintegrimit ekonomik për emigrantët e kthyer në Shqipëri, megjithatë bizneset që krijojnë vende pune për të tjerët mbeten ende të pakta. Një pjesë e migrantëve që kthehen në Shqipëri përpiqen të krijojnë aktivitet ekonomik, por sipërmarrja mbetet ende kufizuar dhe kryesisht në shkallë të vogël. Të dhënat e anketës së migracionit të familjeve 2024 tregojnë se vetëpunësimi është një nga rrugët kryesore të reintegrimit ekonomik për emigrantët e kthyer, megjithatë bizneset që krijojnë vende pune për të tjerët janë të pakta. Sipas raportit, norma e vetëpunësimit të emigrantëve të kthyer është rritur ndjeshëm me kalimin e viteve. Nga rreth 7% për ata që u kthyen në vitet 2000-2004, kjo norma rriti në 34% për të kthyerit në periudhën 2010-2014, ndërsa për grupet më të fundit 2015-2024 llogaritet në rreth 29%. Kjo tregon se gjithmonë më shumë të kthyer po orientohen drejt aktivitetit të pavarur ekonomik si mënyrë për të siguruar të ardhura. Megjithatë, shumica e këtyre aktiviteteve janë biznese shumë të vogla. Raporti evidenton se 91 deri në 93% e vetëpunësuarve të kthyer punojnë pa punonjës të paguar. Çka nënkupton se bëhet fjalë kryesisht për vetëpunësim individual dhe jo për sipërmarrje që gjenerojnë vende pune. Të dhënat flasin edhe për dallime sipas gjinisë. Në disa raste gratë e kthyer shfaqin norma më të larta vetëpunësimi se burrat, sidomos kur përballen me vështirësi për të gjetur punë me pagë. Për shembull, për emigrantët e kthyer më herët 41% e grave rezultojnë të vetëpunësuara krahasuar me 25% të burrave, ndërsa për grupet e tjera diferencat janë më të vogla, por vetëpunësimi mbetet një alternativë e rëndësishme për të dyja gjinit. Edhe pse numri i bizneseve me punonjës mbetet i ulët, raporti evidenton një avantazh të lehtë për emigrantët e kthyer. Ata janë rreth 0.8% më të prirur të bëhen punëdhënës se sa personat që nuk kanë emigruar. Ky efekt rritet për ata që kanë qëndruar më gjatë jashtë vendit, duke treguar se eksperienca e fituar në emigracion mund të ndikojë pozitivisht në krijimin e aktivitetit ekonomik pas kthimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi dhe kreu e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli kanë kryer një inspektim në kantierin e punimeve për ndërtimin e aksit rrugor Elbasan Papër, pjesë e korridorit të 8.
Autoriteti rrugor shqiptar pritet të hap 2 tender për ndërtimin e rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8, një projekt që synon ndërtimin e një segmenti që nis pa mbërritur te rreth rrotullimi brenda sheshit dhe përfundon në afërsi të ish metalurgjikut. Detajet për hapjen e procedurave tenderuese u bën me dije gjatë inspektimit të punimeve për ndërtimin e aksit rrugor Elbasan-Papër, pjesë e korridorit 8 nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi dhe kreu i ARSH-s Ami Kozeli. Korridori 8 lidhet me një segment tjetër po ashtu mjaft të rëndësishëm, që është bypassi i Elbasanit, i cili është i buxhetuar nga RSH-ja për vitin 2026 dhe duhet të fillojë procedura prokurimi shumë shpejt. Dhe pastaj lidhet me pjesën e segmentit që sapo jemi duke parë, që është Elbasan-Papër, ura Gylçit. Në javët në vijim ministër, ne parashikojmë hedhjen në tenderim të 2 fazave të bypassit. Të konkretisht fillojnë punimet diku në afërsitë të fshatit Shijon. Faza e parë bën lidhjen me nyjen e rrugës ekzistuese, asaj që ne përdorim sot, ndërkohë pastaj vijon faza e dytë dhe bën lidhjen pikërisht me aksin Elbasan-Papër. Faza 1 që jemi edhe në aktualisht, bëhet edhe lidhja dhe funksionaliteti i këtij aksit shumë të rëndësishëm, i cili aty cituar që është ka korridori 8 dhe bëhet lidhja midis lindjes edhe perëndimit. Ky segment i ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrje-dalje të autostradës Tiranë-Elbasan, një segment tehet problematik, ndërkaq sipas të dhënave të publikuara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ndërtimi do ndahet në 2 kontrata. Kontrata për lotin 1 do ketë një fond limit prej 3.34 miliard lek, ndërsa për lotin 2, 2.5 miliard lek, me një total prej 5.84 miliard lek. Ndërkaq në përfundimin e punimeve, korridori 8 do jetë rrugë kategorisë A, e që do lejojë shpejtësi lëvizje 130 km/h. She's Next e fuqizuar nga Visa është një program global që synon të fuqizojë gratë dhe vajza sipërmarrëse në vendin tonë. She's Next vjen si një pjesë e një seri aktivitetesh rajonale që përfshin trajnime praktike dhe mentorim për qindra pjesëmarrëse vajza dhe gra. Në ambientet e The Plaza Tirana, Visa, lider global në pagesat digjitale, në partneritet me Bankën BKT, solli për herë të parë në Shqipëri iniciativën globale She's Next, një program i dedikuar fuqizimit të grave dhe vajzave me aspirata në biznes. Ajo që banka arrin të përçoj dhe të inspiroj është nëpërmjet mbështetjes saj financiare, por duhet kuptojmë që financimi nuk është një ekuacion i vetëm, patjetër është vetbesimi, guximi që kemi për të filluar dhe natyrshëm këmbgulja për ta vijuar, edhe në momentet kur çdo gjë është e vështirë. She's Next, Empowered by Visa, është një program i krijuar për të mbështetur, frymëzuar dhe fuqizuar në mënyrë praktike gratë sipërmarrëse, me njohuri reale, modele frymëzuese dhe lidhje konkrete. Ai shërben si një platformë për mundësi afatgjata për gratë sipërmarrëse në Shqipëri, si dhe për ato që synojnë të rrisin biznesin e tyre. Për ne është një shenjë e qartë që ky program ishte i nevojshëm këtu. She's Next është një program global i Visa që ofron aftësi, edukim dhe lidhje të qëndrueshme në rajon. Ne jemi këtu sot që të hapim mundësi për të gjithë ju këtu, sepse Shqipëria ka shpirt sipërmarrës të shkëlqyer dhe ne kemi parë se çfarë mund të bëjnë talentet lokale kur takojnë mundësi globale. Local talents when meet global opportunities can do. Gjatë eventit, pjesëmarrëset patën mundësinë të ndjekin panele me ekspertë nga fusha të ndryshme, të dëgjojnë histori reale suksesi dhe të përfitojnë nga sesione edukative të fokusuara në zhvillimin e biznesit. Jemi 200 vajza dhe gra për të cilat një hap i vogël sot kthehet në një udhtim shumë gjatë nesër. Ndaj guxoni, edhe nëse gaboni, vizioni është gjithçka, por kur ajo e mbështet atë. Gratë në kohën më të mirë të tyre në biznes tash, sepse neve mund të bëjmë kaq shumë gjëra. Një nga momentet më interaktive ishte sesioni speed dating i organizuar nga Invest, ku sipërmarrëset patën mundësinë të marrin këshilla praktike dhe të krijojnë lidhje të drejtpërdrejta me profesionist dhe mentor. She's Next synon të krijojë një komunitet mbështetës për gratë në biznes, duke i ndihmuar ato të rriten, të lidhen dhe të çojnë përpara idetë e tyre.
Shqipëria po tërheq gjithmonë e më shumë pensionistë huaj fal kostos ulët jetesës, sigurisë dhe kushteve të favorshme, duke rritur interesin për të jetuar në vendin tonë, megjithatë diferenca mes qiras dhe blerjes i bën ata të pavendosur. Shqipëria është duke u bërë një nga vendet ku pensionistët e huaj zgjedhin të jetojnë, për shkak të shumë lehtësirave dhe kostove të ulta të jetesës. Gjithashtu edhe bukuria e vendit si dhe siguria mbeten disa nga shumë faktorët sepse gjithnjë më shumë në Shqipëri po afrohen banorët e Europës. Mirëpo sa të interesuar janë këta pensionistë për blerjen e pasurive të paluajtshme. Që nga fillimi i vitit 2026, krahasimi midis kostove mujore të blerjes dhe qiras në Shqipëri tregon se pronësia kushton rreth 73.000 deri në 110.000 lekë, ndërsa qiraja e një apartamenti të ngjashëm me një dhomë gjumi kushton 63.000 deri në 97.000 lekë. Kjo tregon se diferenca mujore mbetet relativisht e vogël, duke bërë zgjedhjen mes blerjes dhe qiras jo gjithmonë të qartë dhe të varur nga preferencat individuale. Në praktik, kjo do të thotë se shumë pensionistë huaj fillimisht zgjedhin të marrin me qira për të njohur zonën dhe stilin e jetesës, përpara se të marrin një vendim përfundimtar për blerje. Nga ana tjetër, ata që kanë më shumë siguri për qëndrimin afatgjatë në Shqipëri e shohin blerjen si një investim më të qëndrueshëm. Sipas studimit të Investropa, pika tipike e barazimit ku blerja bëhet më e lirë se qiraja arrihet zakonisht pas rreth 5 deri në 7 vjetësh. Pas kësaj periudhe, përfitimet nga krijimi i kapitalit dhe shmangja e arritjes së vazhdueshme të qirave priren ta bëjnë pronësinë më të favorshme. Megjithatë, ky është një vlerësim që mund të ndryshojë në varësi të çmimit të pronës, normave të interesit dhe zhvillimit të tregut imobiliar në vend. Faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimarrjen e pensionistëve të huaj përfshin sigurinë për të qëndruar në Shqipëri për një periudhë të gjatë, mundësinë për të paguar menjëherë si dhe zgjedhjen e vendodhjes. Në zonat më të kërkuara si Tirana, çmimet më të larta shpesh e bëjnë qira një opsion më fleksibël, ndërsa në qytetet e vogla ose bregdetare blerja mund të jetë më tërheqëse. Po ashtu nuk mungojnë edhe sfidat praktike, si menaxhimi i pronës apo komunikimi në një gjuhë që mund të mos zotërohet mirë. Për këtë arsye, vendimi përfundimtar mbetet një balans mes kostos, planave personale dhe komoditetit që kërkon secili pensionist në jetën e tij të re në Shqipëri. Bursa shqiptare e energjisë elektrike Alpex ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e platformave elektronike të tregtimit dhe klirimit për tregun e energjisë elektrike mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërkohë që fondi limiti parashikuar për këtë projekt është 300 milion lekë. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, platforma e tregtimit do të jetë një sistem elektronik i centralizuar që do të lehtësojë funksionimin e Alpex në rolin e operatorit të tregut për tregjet me shumicë e energjisë në dy zonat e ofertimit, Shqipëri dhe Kosovë. Kjo platformë synon të garantojë menaxhim efektiv të gjitha proceseve të tregtimit, duke rritur besueshmërinë, kontrollin dhe qëndrueshmërinë e operacioneve. Platforma do të mbështetet në teknologji të avancuara me ekzekutim të shpejtë të transaksioneve, vonisa minimale dhe anonimitet mes palëve tregtare. Ndër kriteret themelore të vendosura për këtë platformë përfshihen fleksibiliteti për të përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme të tregut dhe kuadrit rregullator, zgjerueshmëria për të përballuar rritjen graduale të volumit të tregtimit, performanca e lartë në përpunimin e transaksioneve si dhe disponueshmëria e vazhdueshme përmes sistemeve rezervë që sigurojnë vazhdimsinë e operacioneve edhe në raste problematike. Platforma do të mbështesë funksionimin e dy segmenteve kryesore të tregut të energjisë, konkretisht tregun e ditës në Albancë dhe tregun brenda së njëjtës ditë, duke mundësuar operimin e tyre jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në atë rajonal, në përputhje me mekanizmat e Bashkimit Evropian për integrimin e tregjeve të energjisë. Për më tepër, sistemi do të jetë i ndërlidhur me një sër platformash dhe institucionesh të tjera të rëndësishme, si operatorët e sistemeve të transmetimit, mekanizmat e alokimit të kapaciteteve ndërkufitare, si dhe platformat evropiane të tregtimit, duke krijuar kështu një rrjet të integruar dhe funksional të shkëmbimit të energjisë. Në të njëjtën kohë, projekti parashikon edhe ngritjen e një platforme të klirimit, e cila do të luajë një rol thelbësor në garantimin e sigurisë financiare të tregut përmes menaxhimit të transaksioneve, kontrollit të rrezikut, administrimit të kolateraleve dhe përmbushjes së detyrimeve financiare ndërmjet palëve. Në dokument theksohet se kjo platformë do të sigurojë një përpunim të saktë dhe transparent të gjitha operacioneve financiare që lidhen me tregtimin e energjisë, duke përfshirë edhe integrimin në kohë reale me sistemet bankare dhe mekanizmat ndërkufitar të shlyerjes.
Bordi i transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës me 8 lekë që do të shitet me pakicë në jo më shumë se 207 lekë për litër, ndërsa për benzinën është vendosur një tavan për 174 lekësh për litër në shitje me pakicë. Bordi i transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në mbledhjen e zhvilluar më 15 prill, një ditë pas vendimit të mëparshëm. Sipas vendimit të fundit, çmimi i shitjes me pakicë për naftën nuk duhet të jetë më shumë se 207 lekë për litër, ndërsa ai me shumicë jo më shumë se 195 lekë për litër, apo 8 lekë për litër më pak se një ditë më parë. Ndërkohë, për benzinën është vendosur një tavan prej 174 lekë për litër në shitje me pakicë dhe 162 lekë për litër në shitje me shumicë. Çmimet e reja do jenë në fuqi nga ora 13:30 e 15 prillit deri në një vendim të radhës nga bordi, i cili do të reflektojë luhatjet e tregut. Vendimi vjen pas një rishikimi të shpejtë të çmimeve, pasi vetëm një ditë më parë, në 14 prill, bordi kishte përcaktuar nivele më të larta, konkretisht 215 lekë për litër për naftën dhe 178 lekë për litër për benzinën në shitje me pakicë. Autoritetet paralajmërojnë operatorët e tregtimit të karburanteve për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi, duke theksuar se shkeljet do të ndëshkohen me pezullim të aktivitetit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe atë të Infrastrukturës dhe Energjisë, deklaron se mbetet e angazhuar për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ktu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.